Në stadiumin e qytetit të Gjirokastrës u zhvillua finalja e kupës mes njësive administrative, një aktivitet që mblodhi qindra sportdashës dhe krijoi një atmosferë të veçantë festive. Pas përballjes të zhvilluar mes 6 ekipeve pjesëmarrëse, në finalen e madhe u përballën Picari dhe Lazarati. Ndeshja ishte plot emocione, duke u mbyllur me rezultatin 1-1 në kohën e rregullt. Një aktivitet shumë emocional dhe shumë i bukur për futbollin e zonës arenale Gjirokastër, e cila përfshiu shumë qendra administrative, duke përfshirë Lazaratin, qytetin e Gjirokastrës, Picarin, Libohovën dhe shumë qendra administrative. Ja ku arritëm sot në finale, ku dolën Lazarati dhe Picari, e cila ky aktivitet sportiv shpalli fitues Lazaratin. Organizatorët e vlerësuan si një mundësi për të promovuar sportin, bashkëpunimin dhe frymën e komunitetit. Pas barazimit, në 90 minutat e lojës, fituesi u përcaktua nga goditjet e 11 metrëshave. Si organizatori i këtij eventi, shpreh kënaqësinë dhe dëshiroj që çdo vit të organizohen evente të tilla sportive dhe kulturore. Në serinë e penaltive, ekipi Lazaratit u tregua më i sakt, duke siguruar fitoren dhe trofeun e këtij edicioni. Në fund, kupa ju dorëzua ekipit fitues. Sigurisht që ne jemi krenar për trofeun dhe kjo është një eveniment shumë i shkëlqyer që duhet të bëhen sa më shpesh. Këto aktivitetet janë më së të nevojshme, sidomos për rinin, bëjmë mirë për shëndetin. Gjithë organizatorëve një falënderim i madh, sigurisht dhe ekipit të Picarit. Ndeshja ishte e shkëlqyer, por kampionët të dihen që janë dhe kupa vetet e vendit saj. Triumfi i Lazaratit vullosi suksesin e një aktiviteti që solli rivalitet sportiv dhe bashkëpunim të komunitetit përmes futbollit, duke kthyer finalen në një festë të vërtet sportive për të gjithë pjesëmarrësit.